Arrimi mbrëma toksor, jemi rikthyer, jemi live këtu në MCN TV, në këtë pjesë të dytë e emisionit. Me ne sonte në studio përveç manekinëve të mi të bindur që janë publiku të voton 11 maj. Kam në studio Armir Gjinishin dhe Sebastian Zonjën për të hedhur dritë, dekriptuar dhe komentuar aktualitetin politik në botë dhe në Shqipëri. Sonte më shumë në botë dhe në Shqipëri. Flaset fabula e tretë në ekran, Ledjo. Dhe para se shkojmë të Ramsi që ka deklaruar nga Izraeli vetëm pak ditë më parë, ku ishte një vizit zyrtare në Tel Aviv, së bashku me presidentin izraelit Herzog, ka deklaruar Hamasi është një lloj nazizmi i ri, ka thënë. Para se të tyja fjalën për këtë Gjinish, Sebastian, më vjen një mesazh tani që më duket interesant ta lexoj. Një opinioni një prej ekonomistëve më të njohur italian, Giulio Tremonti, Sebastian, mbi çështjen e tarifave. Giulio Tremonti Quhet, po. Ta ashtu quajtura tarifat të Trump janë shenja e qartë se globalizmi, atë i tha Gjinishi, siç e kemi njohur, është drejt fundit. Kjo është një masë shumë agresive dhe ideologjike që vjen si reagim ndaj dekadave të humbjes së prodhimit dhe vendeve të punës së Perëndim. Jemi në një moment historik ku po lind një botë e re shumë e komplikuar. Ky ndryshim i madh ekonomik mund detyrojë dhe Fedin, pra Bankën Qendrore Amerikane, të unë normat e interesit për të stimuluar ekonominë vendase. Kjo ka kaq kohë që thuhet, po është teknike e Trumpit kjo, sepse tani borxh, më fal, ta ndërpres. Jo, kjo s'ishte për debat, sepse ne tani jemi këtu në një fabull tjetër. Ishte thjesht për ta. Kjo është artikuluar shpeshherë në Amerikë, për ta thënë për një minutë për gjithë qytetarët që na ndjekin. Teza është, ky është fundi neoliberalizmit që erdhi me Reaganin me Thatcherin, që një korporatë është më e madhe se një shtet. Pra, Elon Musk është më i pasur se gjithë Evropa lindore bashkë. Kjo është një nga tezat që thuhet. Në krahun tjetër kemi uljen e normës interesit që kërkon të bëjë Trumpi, duke goditur tregjet, për çfarë arsye? Afati i maturimit të një borxhi, borxhi publik amerikan është 33 trilion dollar, afati i maturimit të borxhit tani që flasim është 8 trilion, mos gabohet, një borxh që do lahet 8 trilion. Ky merr aktualisht që flasim borxh me interes më të ulët për të largë të borxhin tjetër. Pra një teknikalitet i cili në vetvete nuk është se ka ndonjë logjik të madhe. Dhe Jeremy Powell i të Fedit këtë i tha, ul normat e interesit tani që po flasim. Faleminderit Sebastian. Ndërkohë Ledjo e ke Ledjo videon e Ramsit në Izrael? Do të kesh një sinkron, më duket. Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Hamasi. Po pra, tani Gjinish, për të evituar këtë gjuhën e drunë që përdoret zakonisht në për çdo studio televizioni nga njerëz publike të tjerë, që kështu duhet folur sepse ai ishte në Izrael dhe mund më thuar Ramsi e njohim të gjithë. Nuk është se ka problem të ndryshoj mendje. Është pak a shumë si Trumpi. Është kameleon. Një gjë që thot tani pas 3 ditësh mund ta ndryshoj, pas 6 muajsh po, pas 3 muaj pra. Se thua, çfarë halli ka që e bën Rarat tani? Se kjo nuk është thjesht një çok, mendoj unë. Nuk besoj se është një çok. Po të shohësh reagimet për shembull e shumë shqiptarëve nëpër media, nëpër gjëra, reagimet janë në masë 90% janë kundër Ramsit. I thon, çfarë nuk i thonë, shajnë rënde, kupton? Me sa duket, është e solidariteti midis myslimanëve, që si mund të flasë ky kështu për Gazën. Unë besoj që është kjo, përveç pjesës humanitare. Nuk është vetëm religjioze. Po, kam përshtypjen se në thelb është ajo. Kriza humanitare është shumë e madhe. Por, Gjinish, a mund ta trajton politikisht, të lutem, ti si e mendon? Më jep 2-3 hipoteza, sepse ne nuk kemi asnjë. Dakor. Asnjë gjë në dorë, nuk kemi prova, po. Çfarë halli ka ky morbu? 2 gjëra çani. Mendoj. E para njëherë që janë në konflikt me njëra tjetrën. E para njëherë ky është në një fushat dhe flet për pasaportën europiane 2030. Të lutem mos bilancin e jam komplet brenda. Mëri këtu, jo do të kuptoj pse në këtë moment ky duhet ta quajë Hamasin nazist. Edhe nëse ka drejt mo. Ja brenda. Edhe nëse ka drejt, ajo është organizatë terroriste. Jam brenda. Por pse do ta thoshte, nuk ishte i detyruar. Pra, e detyron kush është mbrapa më valla që i thotë ti duhet ta bësh deklarat tani, se duhet ne. Çani. Dhe jo vetëm Ramsit. Me siguri gjithë ata që vjen në Izrael do të thonë të njëjtën gjë. Kjo mua më intereson. Do të kuptoj logjikën e Ja pra më lejo ta them. E kulisave. Me dy këndvështrime. E para, bie kundërshtim me tezat reale që bën Rama.
Pasaporta 2030 nuk ka të bëjë me politikën tonë të brendshme. Na i ndal ekranin në 4 sofra. Si çndave djesi, i kishte njerëzve. Ka nevojë për një unifikim të politikës tonë të jashtme me politikën e Unionit Evropian. E vërteta është që Netanyahu nuk shkon dot në asnjë vend Bashkimit Evropian. Netanyahu akuzohet për krime kundër njerëzimit, ka një mandat arresti, nuk ndalon dot në Francë, Itali, dhe arrestohet. Po edhe? Nuk shkon ta vizitojë askush, është izoluar. Rama e ka renditur e para një herë që bën një autogol tek vetja vetë, sepse përplaset me BE-n në këtë rast. E dyta, jo, se BE nuk ka dalë kundër Izraelit. Edhe një herë, nuk ka dalë kundër Izraelit, por nuk ka asnjë lider evropian që të shkojë takoj Netanyahu ose ta pres Netanyahu. Ishte në Hungari pra tani Netanyahu nuk ka arrestuar. Ja do vi pra, po mblet ta mbaroj pra, do vi. Mos eksagjero. Po do vi, vetëm ai e bëri. Vetëm ai në Hungari dhe i dyti e bën Rama. Pse? Se ti kujton se vi Netanyahu në Itali do ta arrestojë Meloni. Një minutë. Ai Hungarisë është i djathtë. Dhe është pothuajse trampisti vetëm në Europë. Ta thasi shembull, po nuk ka rëndësi. Jo, vetëm ai është. Çdo të thuash të lutem. Është sakt. Rama po mundohet krijojë një staturë sepse është prak zgjedhjeve. Me gjithë ato hallet e mëdha që ka gjysmën e qeverisë brenda dhe gjysma tjetër pritet, po mundohet krijojë një staturë dhe të gjej të afrohet tek miqt e atij që do bën ndryshimin, tek miqt e Amerikës. Miqt e Amerikës tani nuk janë miqt e vjetër të Edi Ramës. Trumpi nuk ka lidhje me kauzat e miqve amerikan të Ramës para zgjedhjeve të fundit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Soros është shpallur nga armiqtë e Trumpit, por edhe miqtë e Sorosit janë armiqtë e Trumpit. Kështu që në këtë kontekst, ai po mundohet të ndjek një linjë të tërthort midis shumë linjave të tjera për t'u afruar me shtëpinë e bardhë. Ka shumë zëra dhe ne nuk do merremi me teori konspirative, pse nuk ikëm, se s'mori pjesë të inaugurimi i Trumpit e tjerë. Po e vërteta është kjo, që ky po mundohet maksimalisht të afrohet me shtëpinë e bardhë. Dhe kontakti ose vizita në Izrael ka këtë qëllim vetvete. Që të shfrytëzojë. Pra nuk është për zgjedhje, nuk është për 11 maj. Po jo, kjo ka dëmtuar, ka një peticion online që ka filluar dje, ka shkuar me mira. Po Izraeli është anti-elektoral në Shqipëri, karta e Izraelit sot. Po sigurisht pra, sigurisht. Patjetër, për çfarë e bën pra Ramsi, nuk e bën për zgjedhje. Jo, e bën për të marrë mbështetje ndërkombëtare, se zgjedhjet Rama i ka zgjedh. I ka mbaruar. Zgjedhjet i ka mbaruar i vëlla. Ato njerëzit që i morën zgjedhjet 2021 janë aty. Bëj listat si duash ti. Ato grupe kriminale janë aty, organizatat janë aty. Dhe gjithë problemi, edhe të lutem, në qoftë se të kujtohet, njeriu i cili legjitimoi zgjedhjet ishte Yuri Kim. Të kujtohet apo jo? Tani nuk e kemi, ta përgjithësi det lutem. Tani nuk e kemi Yuri Kimin. Më vurte Sebastiani mua, le dior, fut Sebastiani poshtë, që duket tamam që shoh. Tani nuk e kemi Yuri Kimin. Dhe ai për të pasur njëri Yuri Kim është i aftë, është i gatshëm të bëhet më sionist se sa Theodor Herzl, po mos e merrni aq seriozisht, dhe ju muslimanët që bëri të tilla gjëra, se nesër Rama shpall religjion tjetër, është si Skënderbeu me religionet. Sigurisht pra. Patjetër. Nuk është simbolike religjioni. Po nuk ma the pra, nuk na i the tamam gjinisht. Thjesht po gjuan korridore dhe po mundohet shfrytëzoj lobingjet izraelite që janë të pafundme për të krijuar një korridor tek shtëpia e bardhë. Ashtu sikur se tentoi me 1 minutë, ashtu sikur se tentoi me 100.000 palestinezët. Tentoj me 100.000 Mua te Sebastiani le dijoj që sepse ndryshe na vete koka kështu dhe unë nuk e di se në këtë rast duhet shifni drejt pra. Do të shohim ekranin. Po, se gjinisht do të shohësh ekranin. Do të ndrojmë. Do të shohim njëri tjetrin që të komunikojmë nëpërmjet ekranit. Po. Okej. O gjinisht, jo pyetja ime është kjo molla. Mos shif mua, gjinisht shif ekranin do duket shumë bukur. Po. Shif ekranin. Jo, po kokën nga ekrani drejt. Te ekrani atje. Bukur. Gjinisht, problemi është ky molla. Pse Rama nuk takon Netanyahu, ka të vështirë? Pse takon presidentin, që është një figurë honorifike? Është figurë më problematike Netanyahu. Pastaj mos harroj gjë, ishte presidenti Herzog i cili vizitoi Shqipërinë, harrove vitin e shkuar. Po e di. Ç'vitin e shkuar? Vitin e shkuar ishte. Vizitë çuditshme. Tani më ishte fillim. Po më thuaj diçka tjetër. Çfarë produkti pat kjo vizitë më? Për të marrë një çmim. Dhe del me atë fotot e famshme, lironi këto pengjet. Ai që po i vret pengjet e vërteta është që Hamasi bëri atë që bëri në 7 tetor, një akt terrorist dhe ne kemi thënë atë. Pogrom. Po nuk është organizatë terroriste Hamasi. Nuk është organizatë terroriste. Po mi më kam qëndrimin tim tani. Është rezistencë. Po le ta shpallë, po edhe Bin Laden është shpallë terrorist, ose sa probleme kanë këtë pjesë. Çfarë si ka më në kohë që është shpallur, pastaj nuk është. Tani është rezistencë popullore, nuk e thot asnjë më bot fjalën terrorist për Hamasin. Pse? Po 1 minutë. Po ja ta çoj deri në fund. Sepse ajo që bëri Netanyahu me 60.000 të vrarë, ku 70% janë gra dhe fëmijë, që të gjithë civil bie komplet teza. Nëse luftën do kishte bërë me Hamasin, do kishte vrarë
njerëz të Hamasit, ushtarët të Hamasit do ishte tjetër bisedë sot. Ajo që është bërë në Gaza është një krim kundër njerëzimit, Çani. Kryeministri është i pandehur në gjykatën ndërkombëtare. Ky s'mund të takoj. Profesor, fakti që në një O, pa, territor... në erdi një mis tjetër. O, vajte Gjinishi. Gjinish, vraj që ke një mis të madhe mua atje. Vraj pak. Nuk e vret, po do në arik këtu në tani kjo. Logikisht, fakti që në një territor kryet gjenocid nuk e mohon faktin që... Mund të jetë efekti tarifave. Janë të orientuar. Profesor, për ta nisur nga fundi për ta çuar në fillim. Fakti që në një territor kryet spastrime etnike apo gjenocid nuk e mohon faktin tjetër që në këtë territor mund të ketë një organizatë terroriste. Patjetër, pra nuk e pamundson. Po nuk është ky rasti. Kjo nuk ka pamundësi. Pra është organizatë terroriste apo jo, Hamas? Jo. Për mua është. Po pra. Për mua është. Tani, çdo të thotë organizatë çlirimtare. Ore, çfarë terrorizmi ka bërë? Fal. Sebastian, të lutem, do i rim. Çfarë terrorizmi ka bërë Hamasi, ma trego pak. Debati terrorizmi ka bërë. O, Gjinish, më fal, ju lutem. Mori pengje, mori 250 pengje për t'i këmbyer me 3000 pengje që i ka marrë Izraeli. Janë 3000 vetë civil që qëndrojnë me vite në burgjet izraelite pa vendim gjykate. Dakor? T'ja përgjigje. Dhe fal, ti nuk mund thuash tani është terrorist se vret 1000. Zotri. Gjinish, Sebastian, të lutem, mua më intereson, Sebastian, një sekond. Mua nuk më intereson që ne sot, ju të dy domethënë, të zgjidhni problemin e Hamasit. Saktë. E qartë, për Sebastianin dhe për mua, Hamasi është organizatë terroriste, për Gjinishin nuk është organizatë rezistence. Tani një sekund. Nuk është ky debati sotëm. Debati sotëm është kuptojmë Ramsin, vlla. Ramsi, sipas teje, Sebastian, apo e bën këtë punë, pra shkon në Izrael, merret dekoratën, por nuk është ky qëllimi. Thotë që Hamasi është organizatë, pak a shumë organizatë naziste, krahason me nazistët e tjerë, s'mund të ketë paqe me nazistët, thotë. Pa del hapur fare, kupton? E bën që t'i afrohet Trumpit, apo ka ndonjë arsye tjetër që ne nuk e dimë. Ne thjesht ne sot kemi na lejo të spekulojmë, vlla. Ti s'mlet ta mbaroj, po s'ka problem, vazhdoj. Edhe një tjetër e vazhdoj pasi ta mbaroj Sebastiani. Sebastian, ja, mirë, atëherë do kthehet Gjinishi pra. Mund t'i bëja përgjigje kësaj pyetje, s'intereson fare të merrem me gjëra të tjera, vlla. Vetëm që me katundin këtu. Për kuptuar këtë njerëz. Një gjë është e sigurt që ky nuk po vepron për zgjedhje. Hamasi, Izraeli, të dalë sot në krah Izraelit, ka përshtypjen se është më shumë anti-elektorale. Jemi një vend me mbi 50% të popullsisë muslimane. Je dakord me mua? Sigurisht. Bukur. Atëre, marrë nga kjo premis, për çfarë e bën vlla? Nëse s'është Trumpi, nëse s'është ideja të kapit Trumpin. S'pari një herë le ta shohim nga takimi i cili është i zhbalancuar sepse kemi kryeministër me president, nuk kemi kryeministër me homolog. Okej, kjo është protokoll. Kjo është e para. E dyta, Aleksandr Mishković ka qenë ose u nda nga jeta, një miliarder hebre nga Kazakistani, i cili negocioi për takimin që pati Rama herën e parë me Hercogun, ku i tha "Hello my brother Edi". E dyta, me rabin të ndryshëm të rëndësishëm ndërkombëtar, Rama ka lidhje shumë të mira. Shumë me 2-3 rabin të rëndësishëm në Evropë dhe në SBA, Rama ka lidhje shumë të mirë. Në krahun tjetër, ajo që unë kuptoj nga ky takim është Izraeli, pavarësisht se duket sikur këtu nuk ka një lloj pushteti, është vend shumë i rëndësishëm dhe ka pushtet. Sigurisht, në Shqipëri. Ne kemi aleancë. Izraeli ka pushtet në Amerikë, vlla. Bën ligjin atje, jo më këtu, në Kafund. E lejnë ato, po te nga krahu tjetër bën pak më shumë. Atje të lejnë vetë ato. Jo, të lejnë vetë, jo. Ta hapin shumë se çdo vend tjetër. Ta hapin derën. Atje janë ata. Ta hapin derën sa duan ato. Në këtë kuptim, ajo që shoh unë është duke qenë se nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë me administratën Trump në nivelet më të larta, po troket në derën e Izraelit që është shteti i 51 amerikan. Pra, ky është qëllimi. Kjo trokitje, sepse këtu të ta mbyllun. Kjo trokitje në derën e Izraelit, tani duhet të shohim një gjë. Çfarë halli ka? Sepse dhe ato pak votat... Nuk është kapi Trumpi, po, ka një hall tjetër. Po pra, ka një hall personal që po shkon dhe po i thot, më gjeni një derë për të shkuar atje. Se nuk po shkon kot. Dhe është normale, dhe unë po të isha të dobe. Sepse për para zgjedhjeve, duhet kuptojmë dhe atë që the ti. Ka disa këtu të cilët mund të kishin qejf, dhe në fund fare thonë, jo, thot nuk të jap votën. Po 1000 vota janë 1000 vota, 2000 vota janë 2000 vota kur je një muaj për para zgjedhjeve. Unë e kuptoj të folurën që ti bën atje dhe i thua është naziste, terroriste, kështu ashtu etj etj.
Kjo është një folur diplomatike. Diplomatike se çfarë? Diplomatike s'ka fare, diplomatike. s'ka si diplomat boll që ta bëj. Tull më shumë se kaq. E ka çuar më tej Berisha. Te as vetë Netanyahu thotë që ata janë nazistë. Ma more. Berisha e ka çuar më tej retorikën, ka akuzuar Iranin nga Izraeli. Veliaj i vuri rruga Ukraina e lirë përballë ambasadës ruse. Pra këta janë çik si lejfenist, po ta themi në një lloj mënyre që te kalojnë normën kur i jepet një detyrë. Pra shkojnë më tej se ç'duhet në këtë mes. Në këtë aspekt kjo nuk është një lloj diplomacie serioze, siç ta Trumpi atë të vetën. Domethënë kemi kaluar në diplomaci bilaterale, jo në atë kuadratin klasik që kemi parë dikur. Pra, ajo që unë mund të shoh në këtë mes është kjo. Çfarë halli ka në këtë moment kryeministri ynë, i cili kërkon një kontakt të drejtë për drejtë në administratën amerikane, po i bie pragut që të dëgjoj dera. Kjo është pyetja që këtu jemi në të njëjtën edhe një fjali të them. Ishim në të njëjtën linjë bashkë. Çështja është çfarë do ofrojë ky që të hapet dera? Çështja e palestinezëve. Se di, këtu s'flas dot. Gojtë e Liga thonë që Ramsi, po këto ka njerëz që e besojnë, ka njerëz që thonë është budallik. U thjesht po e them për debat, për qef. Ka vite, ka tashmë vite që nishe kemi thënë këtu në studion, me ty, me shumë personazhe, që Ramsi e duan se duan vlla në këtë vend, e urrejnë se urrejnë, e urrejnë apo e dashurojnë, është pjesë e klubeve shumë të ngushta, njerëzish që vendosin në këtë planet. Dgjoj, mendimi im çan. Frit, kjo është deri në sot ka shumë njerëz ka funksionuar. Ka funksionuar. Çfarë si ka? A është bllofi ti që do të krijojë këtë narrativ që të tjerët ta thonë këtë gjë apo jo? Kjo ende nuk dihet. Çani, kjo të mbash 2 kuj në një sqetull apo 3 nuk mbahen dot. Dgjoj, më fal, të marr vetëm 2 minuta. Po jo, ti zomash do 2 minuta se unë tani kam orar detyrus. Okej. Të kërkojnë ndjes, sepse pa merak. Para se ja fjalën Gjinishit dhe pastaj prapë sepim për të çështje, bëjmë një xhiro radio në Dorelan sepse kemi lajme të reja sonte nga Dorelani. Shikoni dashur miq, shikoni se ç'ndodh te Dorelani. Po ju them tani më njëherë. Kemi lajme të reja që na vijnë nga Dorelani miq. Ja ku është. E kam këtu, ti mos gaboj. Dorelani po prezanton, shikoni koleksionin e ri të krevateve dhe deri në 27 prill prezantohet oferta Lancio. Lancio është italisht Lancio, do të thënë sa për them Lancio Sebastian. Lancio, do të thënë Lancio. Është prezantimi, lëshimi, prezantimi. Jo, Lancio nuk është prezantimi. Lancio është lëshimi pra. Jo, nuk është ndryshim. Jo. Lancio është kështu pra kur e shpall një gjë. Shpallja, kupton? Lancio, çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Gjithashtu ulje speciale dhe produktet e vitrinës. Fiksojeni mirë. Është programi oferta Lancio. Deri në 50% ulje për krevatet dhe dysheqet. Mund të shkoni me urgjent nesër ulje speciale dhe për produktet e vitrinës te Dorelani. Tani ç'është Dorelani për gjithë ju që mbrini për herë të parë dhe nuk e dini. Miliona njerëz e dinë, po ju ndoshta nuk e dini tani se mund të ketë nga ju që vinë tani sefte. Dorelani është një supermarkë italiane me mbi 55 vjet eksperiencë, mbi 2000 lançimi është Lancio, po lançimi. Edhe kjo nuk është fjalë shqip, po çon si ka lançim. Mbi 2000 dyqane në gjithë botën, tashmë edhe në Shqipëri e gjeni ose në autostradën Tiran-Durrës tek ajo qendra Prestige Home, në kilometrin e 12, duket nga autostrada, ose gjeni rruga Vajës, duke dalë nga Tirana, rruga Vajës, ke parasysh ai kompleksi i famshëm Deliorgji aty do tullat si të kuqëremta kështu. Dhe fiks përballë Deliorgjit bam është Dorelani. Urgjent do gjeni super çmime. Për gjithë ju që vuani nga dhimbjet e shpinës, të qafës, të urizit, te Dorelani do shpëtoni nga dyshekët Dorelan. Urgjent mos nguroni, Dorelani është një supermarkë italiane me super standarde, siç janë italianët pa parë. Dormire bene. Kujdes,
Torelani për vështira vetë, a jep dyshim ta bash 30 ditë në shtëpi dhe po s'pëlqeu ta kthesh prapë. Kjo s'do të do bie dashuri, por çon si ka. E ke edhe këtë mundësi. Dormire bene, vivere meglio. Pra, flesh mirë, të jetosh më mirë, ky është slogani. Bravo Dorelan. Krahasimi që bën dhe rikthehemi në studio, krahasimi që bën Edi Rama mes Hamasit, rikthehet titullin e ekranit jo. Mes Hamasit dhe nacionalsocialistëve, pra nazistëve, të Hitlerit, është jo vetëm historikisht i pavend, por edhe teorikisht i pa kuptim, më shkruar një diplomat. Hamas është një lëvizje islamiste me rrënjë në një konflikt territorial dhe politik, ndërsa nazizmi ishte një ideologji totalitare e bazuar në racizëm biologjik dhe supremaci shtetërore. Nuk kanë lidhje në origjinë, thot, në strukturë, në mënyrën si ndërtojnë pushtetin, apo si e konceptojnë shtetin dhe shoqërinë. Është pak a shumë si të krahasosh një regjim industrial me një grup paramilitar të decentralizuar. Dëgjoj se që ka perl ky mesazhi. As metodologjia nuk përputhet. Një krahasim i tillë nuk qëndron as në logjikën më minimale akademike. Zoti Rama duhet të ndjek një kurs hyrës në shkenca politike ose të paktën të lexojë një përmbledhje serioze për totalitarizmin dhe fundamentalizmin. Me nacional-socialist, më nacionalist është Rama dhe PS, kur ja marrin tokën pronarëve dhe ja jep shokëve investitor strategjik. Perl. Pyta. Diplomat është ky, po. Pak dhe ishtë ato ndjej më shumë mungesën e leksikut të Ramës. Çfarë për dhe është diplomati huaj që marrin në Shqip me IA, kupton? Se gjuhën që flet ai unë nuk e flas. Është perle e parë. Ka një gjë, duhet kuptojmë një gjë. Ne lexoj prapë se më pëlqeu shumë. Lexoj edhe një herë, shumë e bukur. Se njerëz nuk kuptuan. Dëgjoni me vëmendje, dëgjoni, ja kjo është kritikë që edhe pa ofenduar, por duke thënë të vërtetën, e kupton? Sigurisht. Shko sa bukur më burr. Çfarë perle ai. Jemi se jemi duke fol pikërisht për këtë, pra që Ramsi nga Izraeli e krahasoi Hamasin me nazizmin. Krahasimi që bën zoti Rama, thonë, mes Hamasit dhe nacionalsocialistëve, ka fjalën për nazistët, se Hitleri ka qenë nacionalsocialist, pra i majt. Po. Është jo vetëm historikisht i pavend, por dhe teorikisht i pa kuptimt. Hamas është një lëvizje islamiste me rrënjë në një konflikt territorial dhe politik. Ndërsa nazizmi ishte një ideologji totalitare e bazuar në racizëm biologjik dhe supremaci shtetërore. Nuk kanë lidhje në origjinë, thot, njëra me tjetrën. Në strukturë, në mënyrën si ndërtojnë pushtetin, apo si e konceptojnë shtetin dhe shoqërinë. Është pak a shumë si të krahasosh një regjim industrial me një grup paramilitar të decentralizuar. As metodologjia nuk përputhet. Një krahasim i tillë nuk qëndron as në logjikën më minimale akademike. Zoti Rama duhet të ndjek një kurs hyrës, më shkruan diplomati huaj, në shkencat politike, ose të paktën të lexojë një përmbledhje serioze për totalitarizmin dhe fundamentalizmin. Më nacional-socialist është Rama dhe PS, thot, pra është më shumë ky Rama nacional-socialist, dhe partia e tij kur ja marrin tokën pronarëve dhe ja jep shokëve investitor strategjik. Tani sigurisht unë nuk pres ju të gjithë ta kuptoni këtë që u lexova dhe që më çoi ky. S'ka problem, ne kupton Rama. Kjo është për mendjet e ndritura që nuk duan të vdesin budallënj. Kaq e thjesht. Kush e kishte fjalën? Ta mbyll. Jo, e mbaroi Sebastian më duket. Jo, unë Jo, tani e kishte. Urdhë Sebastian, se më pëlqen shumë kjo momenti jot i dilemës që vetëm ta them. Do të më zgjidh kemi, hajde. Jeti. Domethënë, e nisa me atë që dy kunguj në një sqetull nuk mbahen, që do të thotë. Rama deri tani ka vërtetuar që ka mbajtur treta, do ta them këtë gjë. Dakor, por nuk është kaq, nuk është se mund t'i bien tani deri 11 maj. Edhe kur i bien, faktorët ndërkombëtar që ka patur Ala deri tani ka thënë i kanë sqetull akoma. Ja kanë legjitimuar. Me vetë ja ta dëgjojmë cila është. Jo, nuk është e njëjta lojë midis Greqisë dhe Turqisë dhe Izraelit. Nuk është kaq e thjeshtë. Pra, me Turqinë ke këtu fqinj, i rregullon ca punë, ca i prish. Me Turqinë ke atje pak më e fuqishme, pak më me zde etj, i rregullon ca etj. Tani ky do të hyjë dhe është një herë këtu në mes. Tani do të hyjë edhe atje në mes. Është reagim në njerëz dhe për diplomatin. Thua diplomatit i bie shkurt që do të thotë zoti Rama ja futi portës në Izrael. Çfarë perle, po ja. E shkon si e përkthen populli. Hoj po lloj është brillant. E kuptoj. Pra kanë kuptuar. Bie shkurt valla, ja ka futur portën në Izrael. Jemi Sebastian çfarë perle. Në këtë aspekt, ajo që unë domethënë e kuptoj atë që do të thotë kryeministri atje. Ne jemi vend me shumicë muslimane dhe ka një ajet kuranor që tani
ti e di më mirë se mua, por po më lejo ta them unë, ku shpëton një jetë ka shpëtuar gjithë botën. Ne kemi shpëtuar mira hebrejnë dhe kemi qenë vend me shumicë muslimane dhe mbetemi vend me shumicë muslimane. Sepse Islami është fe e paqes dhe ju e dini. Kemi shpëtuar mira hebrejnë? I kemi shpëtuar me vërtet. Jo, mos është mit pyetje. Jo, është sa. I kemi shpëtuar. Dhe i kemi shpëtuar edhe në këtë në atë kohë që Rama s'ka pas lidhur fare. E drejtë. Nuk është fare produkt i Ramës e. I shpëtuan ato që ne i quajmë kolaboracionistë sot. Ose Por ajo që mua më vjen, është e vërtet. Në atë kohë ne kemi qenë disa shqiptarë që manin në hebrej. Sot kemi një qeveri që shqiptarët i nxjerr jashtë Shqipërisë. Po pra, po të them bëhet dot ky lloj krahasimi. Ne nuk e rregullojmë dot botën. Por ne mund të ruajmë nderin. Ti Boranci nuk mendon ashtu? Dakord. Edhe ai thot vetëm unë e bëj. Ai ishte plot fuqi. Të ruajmë të paktën nderin e të qenë në lartësinë e humanizmit. Bombardimi i Gazës është një akt njerëzor, gjenocidal dhe krim kundër njerëzimit. Le mos i rikthehen prapë se I tham. Po pra, për ta Po cila është thelbi i idesë tënde, këtë më thuaj. Thelbi i idesë time është ky. Si ka mundësi që ndërtohet një ligjërimi i atill? Narrative atill që ligjërohet çdo lloj gjëje që thot kryeministri, legjitimohet çdo lloj gjëje, në krahun tjetër nëse ti thua që bombardimi I Gazës është shfarosje, ti do quhesh ose islamist ose komunist, një nga të dyja. Pra o do jesh ekstremi majt, se në Amerikë kapin si ekstremi majt, si deep state, ku dëgjon çan këto tani që po thon tani për këtë lloj gjërash, ose do quhesh islamist. Mund të jesh edhe thjesht njëri që je kundër vrasjes së të tjerëve. Pra Norman Flickenstein dhe shumë hebrejnë të tjerë. Vetë mediat në Izrael, Haaretz, e shumë media të tjera, thonë shumë gjëra të cilat ne në opinionin publik, me këtë elit e cila jeton këtu mes nesh, nuk guxon ti përmendin. Nuk guxon ti përmendin. Them se kjo është dëshirë. Jo, është vërtet, është vërtet. Është dëshirë. Mediat kanë një demokraci, liri fjalët jashtëzakonshme. Kjo tregon sa të kompromentuar moralisht jemi ne. Mirë, pra në rregull. Ne kemi kompromentim moral. Ta lëmë morale, të shkojmë te raporti I forcave. Ky planet ka qenë I populluar vetëm me luftra ku janë vrarë dhe janë prerë njerëz vëlla. Po shqyrjet. Pra ky diskurs që thua ti, nuk kemi kundër mo. Dakord jam. Po, problemi është a mund të ishte ky planet ndryshe? Pra, a mund të funksionin humanët ndryshe? Po kam funksionuar dhe funksionojnë. Asnjëherë, kemi qenë gjithkohë në luftra, te kemi thënë. Jo. Jo ka funksionuar, ai të përmendi Periklio. S'ka lidhje pjesë. Ato krijuan qytetërime I dashur. Krijuan standarde. Me ç'më kanë mësuar historianët, ky planet, pra humanët, kanë qenë historikisht luftë, her pas here kanë pas dhe pauza në paqe. Patjetër, lufta dhe paqja është gjendja normale është lufta. Le po them që analiza jote është shumë interesante. Gjendja normale është lufta. Është dëshira jote, pra është. Është dëshira jote. Jo, është pjesë e humanitetit njeriu. Dakor. Po. Njeriu duhet të tanojë kjo pjesë. Këtë na mësojnë vetë amerikanët. Për shembull, një profesor I cili flet mbi këtë është Eduard Saidi, që ka një libër që quhet Orientalizmi. Ka dhënë mësim në universitetet amerikane. Po çfarë pastaj? Çfarë thot ai? Gabori që është hebre vet, I cili flet të ka qenë vet në kampet naziste. Po dakor, këta janë pacifistë. Kjo dihet. Nuk janë thjesht pacifistë. Po çfarë janë? Janë humanistë. Është njeri, është njeri. Është njeri, po jem dakord. Po këtë njeri që e thua me kaq buzëqeshje, valla. Çfarë di njeriu më tani, se ky është një mëbet filozofi po më bash. Mos e di njeriu ndonjë krijesë pozitive, ai është më shumë negativ se pozitiv njeriu, dhe kjo dihet. Këta ta mësojnë shokët të filozofë. Jo, nuk është ashtu. Urdhë? Brenda njeriut janë të dyja gjërat. Bravo. Varet se kë ushqehet. Bravo. Dhe ky ushqen këtë pjesë. Po ne kemi 80 vjet në këtë kontinent që jemi paqe apo jo? Po. Është konsiderohet si periudha më e gjatë e paqes. Jemi dakord apo jo, Sebastian? Po, e vërtetë është. Tani, ne do shohim, kjo është eksepcion, pra është përjashtim, apo do vazhdoj kështu? Përjashtim është. Atëre, çfarë I bëjnë këta njerëzit që më flasin për humanizëm, që s'duhen vrarë tjerët e tjerë? Jemi dakord me këtë. Problemi është që s'mund ndodhi ndryshe. Nuk mund të ndodhi ndryshe. Pra, njeriu ka lindur për të bërë pauza të vogla qetësie, por në fakt ka lindur për të vrarë tjetrin. Se vetëm kështu mbijeton. Jo. Tani më fali sekond. Si jo. Mirë, ja 1 minutë. Mirë, okay, mirë. Tani futu gjuha e drujt. Okej, jepi. Nuk futu gjuhën e drujt fare. Dakor. Unë po sikoj luftrat më vëlla. Jo. Si them që kjo është për tej nesh. Jo, po ti legjitimon vetëm të keqen, bro. Jo, fare. Të thuaj, njeriu ka lindur për të bërë luftë. Nuk është e keqe ajo. Jo, po legjitimon vetëm atë pjesë. Po është edhe pjesa tjetër pra. Po pjesa tjetër ta thash. Shumë e shkurtër. Në gjendje natyrore, hominus lupus est. Njeriu për njeriu është ujë në gjendje natyrore. Se çka ka ndryshuar sot? Tani. Këtë po pyes pra. A është njeriu për njeriu ujë në gjendje natyrore? Ka edhe një test tjetër. Si s'është? Më shumë shqiptare. Rilindasit për rilindasin është ujk. Kjo është sa po ka filluar.
Pas daljes. Ky e kontaktualizon Gjinushi, Tani, nëse... Si e uli, ne ishim... Nëse mund të the, po, sigurisht do ta... Se më hiku shumë ajo pjesë. Se shko, unë kam përmend... Por ta mbyll se vajtjora 11:05 unë kam përmendur dhe dhe herë tjetër, Çani. Hannah Arendt është një nga personalitetet e botës hebreje dhe unë do qëndroj te Hannah Arendt për të... Jo hebreje, është ndërkombëtar. Po, Don de Brezla. Patjetër. Me erdhi anti-argumenti për diplomatin. Po. Përshëndetje zoti Çani. Jap se diplomati e ka gabim. Krahasimi mes Hamasit dhe nacional-socialistëve të Hitlerit, që bën zoti Rama, është i bazuar. Të dy janë ideologji totalitare që ndërtohen mbi urrëtie racore. Antisemitizëm të deklaruar, glorifikim, po mos ndërpret tani. Glorifikim të dhunës dhe udhëheqjes absolute. Nazistët kishin zgjidhjen përfundimtare, thonjza, si koncept. Hamas ka thirrje të hapura për shkatrimin e Izraelit. Të dy e shohin eliminimin e tjetrit si shpëtim historik. Konteksti ndryshon, por struktura ideologjike është alarmueshëm e njëjta. Të mosh këtë është të relativizosh rrezikun. Por do të kundërshtohe. E para janë dy pika pra. E para një herë që Hamasi nuk ka shans që të jetë antisemit se janë vetë semit arabët. Ja, antisemit është në kuptim tjetër. Është ka kuptim tjetër ajo. Lutem mos lëmë këto se s'kemi kohë gjinisht. E përdorin kuptim tjetër. Ta lodhën tash, s'ka kuptim tjetër. Semitizmi ka vetëm një kuptim, zotri. Unë ta them, mirë, atëherë përdorën në kontekst gabuar. Edhe një herë. Antisemit do të thënë anti-izraelit, pra tani semit janë ata. Gjithë popujt semit janë aty tani. Diplomati edhe një herë. Jemi dakord. Diplomati ishte super korrekt. Por marrësh e fjalë biem dakord. Je kundër këtij patjetër pra. Këtij që në këtë rast po justifikon, po është dakord me Ramën? Je dakord? Patjetër. Sepse Rama ka i problem të madh. Si mund të jesh dakord pra me këtë gjë? Nuk jam dakord. Jam dakord dhe me të parën dhe me të dytën. Më fal, të thash jo më burri. Pra shikon që e vërteta ekziston spjetil vetëm. Dhe unë ta nisa. Si filloi. Urdhë. Dhe unë ta nisa. Hannah Arendt i thotë kështu. Vrasja e keqardhjes njerëzore dhe është një hebreje e njohur në botë. Vrasja e keqardhjes njerëzore është shenja e parë e rënies në barbarizëm. Ky është barbarizmi i Ramës, nuk është barbarizmi i botës, sepse bota dhe Europa ketë mbushur sheshet për humanizmin, në aspektin human. Jo, nuk ka lidhje me Hamasin, në aspektin human me atë që ndodh me civilët në Gaza. E vërteta, Çani është kjo, që duam apo s'duam ne, dhe këtu fiton Çani, dorëzohen, Rama është prototip i shëmbulltyrës së pjesës keqe njerëzore. Ashtu si kurse ka njerëz pa fund, Çani, që mund t'i shkelesh me këmbë rrugë, ato nuk din të bëjnë keq. Kurse Rama gjithmonë rreshtohet me agresorin, me të fortin, me të egrin, me bandat. Kjo është historia. Kjo është historia rilindje. Edhe ti mendon se është duke bërë keq? Sigurisht që po bën keq. Pse? Sepse ka marrë gjithë Shqipërinë dhe gjithë popullin shqiptar dhe i përdor për interesat e vet. Edhe kush e keqja këtu? Sigurisht që kjo është e keqja, Çane. Se është e keqja kjo? Kjo është fuqi, zotri. Sepse kjo është power. Nuk është power, jo, sepse kjo është power. Sepse do ta shohim kush ta do ta legjitimojë. Në momentin s'ka një power nga ana tjetër, ja bën shumë mirë. Po pra po, në momentin që nuk do ketë kush do t'i certifikojë këtë lloj sjelljes, do ta shikojmë pastaj ne. Ta shohim. Deri tani e kanë certifikuar. Ta shohim. Miqtë e tij. Ja ta shohim. Dhe prandaj po bredh. Ta shohim. Si ato miq në përshkret të tjerë atje duke takuar Erdogun aty që djej lobinjet të tjera. Po do të kuptojmë pse këta miq se dikushëm, pse këta miq do bëhen një ditë armiq me ta. Do ta kuptojmë këtë gjë ndërkohë. Çka ka ndodhur? Ti mendon se do bëhen se ky ka marrë gjithë pushtetin në Shqipëri dhe thotë që Hamasi është, jo. Sigurisht. Pra duhet që të prishen për diçka tjetër. Për një pazar që s'ka funksionuar. Pra gjinisht kujdes, dhe ata që do i thonë nesër, zotri, ti po shkel demokracinë e leshit, dakord? Ka diçka tjetër pas. Pra ata nuk është se i shqetësohen për demokracinë. Ju ka prishur gjë tjetër. Ore, aeroporti Miniu, di që pse iku nga aeroporti Vlorës? Plaset fabula tjetër në ekran, Ledio. Tani më kapi mua, pra, mu desh një orë të më ikte gripi. Pop, tani më erdhi. Netanyahu me trap në shtëpinë e bardhë, çfarë po luhet me Gazë. Ua, me erdhi një opinion tjetër tani. Por ti do të bësh emisionin me meme. Po një sekondë vetëm kështu. Ç'kemi Çani më thot, tjetri. Jam kundër dhe Izraelit dhe Palestinës. Ky është një opsion i tretë. Pra, opsioni i parë është diplomati i huaj që tha jap se Rama e ka gabim, duhet shkoj për shkenca politike dhe të lexova. Se shkam që të lexoj pra treja këto në fund, është po janë shumë të gjata, një sekondë. I dyti ishte që e jepte të drejtë Ramës, i dyti. I treti thot, jam kundër dhe Izraelit dhe Palestinës. Të dy janë të zënë peng nga nacionalizma, teokraci dhe gjak pafund. Zgjidhja, pikpyetje.
leti kthehemi rendit të vetëm që ka pasur një vizion të qartë, mbretërisë së Jeruzalemit. Kryqëtarët frank të krishterë që nuk bënin dallim, vrisnin si hebrejnë, ashtu edhe mysliman në emër të një mbretërie qiellore në tokë. Nëse drejtësia do të rikthehet ndonjëherë në ato troje, le të rikthehet me kryqin, me shpatë dhe me zjarr, siç bënte Perëndimi i vjetër. Ironikisht, ndoshta vetëm një absurditet historik si ky mund t'i jap fund këtij absurdi modern. Me shpatë edhe kë. Po me këtë je dakord? Po jo, Jo, ky është opsioni tjetër, i tretë, se e vure re. Sa herë që është përvuar kjo, me kryqëzatat, atje është bërë gjaku më shumë se sa çdo herë tjetër. Përgjithësisht nuk e shmang këto gjaku, ndaj vetë. Po mirë, po s'është kjo. S'është kjo. Kjo është më keq se sa kjo që kemi tani. A di që ti në formulë, por një sekondë. A di në formulë ti vëlla që po do të hash vezë, më fal, po do të bësh një omlet ose vezë sy, si i quajnë këto? Po, omlet. Të mos përdorësh thuaje. Thyrse vezësh. Mos thyesh vezët. Jo. A di që ti që po do të hash omlet mos përdorësh vezët, vëlla? A është e mundur? Nuk do. Nuk do. Kështu është e punë e gjaku. Ti do të më heqësh mua dhe Sebastiani, dhe ti papritur, beni humanitar dhe kjo është gjë e bukur për të dëgjuar, por është kjo e vërteta. E thasve me mut që në këtë rast janë mbi 80% e humanëve, por mos e më shumë. Gojimve, se ke harruar shpreh, gojim. Do e përdor, po në këtë rast nuk do e përdor. Dhe thasve me mut të cilët duam dhe jam mish për top që do bordoren për gjak. Tani, pse drejt që të hajde në të studio, ne duhet të flasim të jemi politikisht korrekt. Nuk mund të jemi njerëz të vërtet me veten tonë dhe me ata që na dëgjojnë. Po çfarë duhet të themi më? Që Izraeli ja bën mirë apo Hamasi ja bën mirë tyre? Po mos doshta, shiko. Mos doshta, të gjitha kanë gabim, por një gjë është e vërtetë, që nga lufta nuk shpëtojmë dot. Në luftë kemi qenë. Po patjetër. Në luftë jemi dhe në luftë do të jemi. Her pas here na duket se jemi në paqe. Është pjesë e natyrës njerëzore. Të lutem, pse kundërshtoni? Po thjesht çështja që nuk isha dakord me, se në fillim mendova kur e shtrove si ide, mendova që ju po thoni njeriu është krejtësisht qenie që do luftë, do gjak e tjerë. Okej, ka pjesë natyrës, por nuk është krejtësisht kështu njeriu. Nuk është tërësisht. Po gjatë luftës ka dhe pushime. Po patjetër. Po ta bësh gjatë luftës. Donjëherë luftat janë të domosdoshme, po për të arritur qëllime paqësore. Donjëherë janë shumë domosdoshme. Por ku ta nxjerrin humanët e shkret energji negative, mos Sebastian? Ma thua dot më burr. Ti e di që ne kemi brenda ne çdo human ka energji negative. Ku si ta nxjerrim? Lufta është gjithmonë një nisje e re. Lufta s'mund të bëjmë, tani fillova. Koncepti luftës është në teologji, koncepti luftës është në evolucion, koncepti luftës është gjithandej. Arti i luftës është themeli i ndërtimit të partive politike sot, është themeli i ndërtimit të strategjisë. Pra, në vetvete, tani Thomas Hobbesi ka Leviatanin. Hominu lupus est. Ndërkohë jemi te fabula tjetër, Netanyahu me Trump shpinën e bardhë. Asaj do t'ja përgjigje tani. Është njeriu për njeriu në shujk. Ka dy teza që janë. Një tezë është Jean-Jacques Rousseau, që njerëzit janë të mirë në themel, dhe një tezë tjetër është e Hobbesit, që thot njerëzit kanë ambicie, egoizma, dhe gjatë kohës që bëjnë lëvizje për të mbrojtur egoizmat dhe ambicjet e veta të vrasin. Pa tjetër. Tani, kjo Hobbesit është e vërtetuar. Ajo tjetra feja na mëson që njeriu është qenie mirë, më ton për mirë, ka virtyte e tjera. Pa tjetër. Nietzscheanët thonë që kjo është për të mbajtur në kontroll, se dikush tjetër kontrollon fijet dhe të çon ty në luftë. Bravo. Pra ato kryqëzatat që bëheshin nga të dyja krahët, këto muslimanët dhe këto të krishterët, ky mbreti dhe ky sultani ngeleshin pa lek dhe thonin do marrim atë vendin atje sa jesh i shenjtë. Kjo ishte gjetje pa parë. Edhe shkonin të dyja palët e rrugës, të dyja palët plaçkisnin këtë dilte përpara. Ja, nëse kjo është i tezë, po duhesh flasim për plasje dhe Jo, për një sekondar. Netanyahu me Trump në shpinë e bardhë. Tani, po Netanyahu me Trump në shpinë e bardhë. Çfarë punuet me Gaza? Jemi në fund të emisionit. Fund të emisionit, po ja përgjigjen time që të japi profesori. Jepi. Unë po marr formulën e Primakovit. Yevgeni Primakov është një diplomat i madh rus, ish ministër i jashtëm. Për një trekëndësh që ai e ka interesant, në fillim fare e ndërtoi Mosk, Pekin, New Delhi. Aktualisht kemi një trekëndësh Mosk, Pekin, Iran. Vizitën e Netanyahut në shpinë e bardhë, për mendimin tim do ta shohim me vizitat që bëri Irani në Mosk dhe në Pekin. Gjithçka po bëhet sot sa i përket marrëveshjes bërthamore të Iranit. Në këto çaste që flasim, çështjen e Gazës e ka të zgjidhur Netanyahu. Nuk ka probleme. Thua s'ka shku për Gazën. Nuk ka shku për Iranin. Ka probleme me çështjen e Gazës. Problemi është ka të zgjidhur çështjen e Gazës, si ka Çani, kemi një sinkron.
E kemi? Për mendimin Ja sa të mbaroj Sebi, para Gjinishit tim, të e bëjmë sinkron. është Irani në mes, sepse përkojnë vizitat e diplomatëve iranian në Pekin dhe në Moskë dhe vizita e Netanyahu në SBA. Deklarata e Trumpit ka të bëj, po t'i shohësh njëra pas tjetrës, nuk kanë të bëjnë me Gazën. Gazën e përmend vetëm kur takohet me Netanyahun. Twitterat dhe shkrimet që bën Trumpi, po t'i shohësh me kujdes, dhe grupet e punës kanë të bëjnë me Iranin. Në Xhedah të Arabisë Saudite janë 6 apo 7 grupe pune, 7 grupe pune nga cilat vetëm një është për Ukrainën. 6 të tjera janë për çështje të ndryshme. Një ndërto është dhe për Iranin, që do të thotë Izraeli ka një interes sot që të çojë SBA-t drejt një lufte, drejt bombardimit të centraleve bërthamore të Iranit. SBA-t nuk kanë interes të atill, sepse një luftë me Iranin do të ishte problem shumë i madh. Çështja, ajo që shohim ne tani, shohim një zhvendosje të lobingut izraelit për ta çuar SBA-n drejt një përplasje me Iranin. Trumpi, në mendimin tim, nëse mund ta kritikoj tek çështja e tarifave, në kuadrin e zhvendosjes që po bën me Iranin, është një politikan gjenial, për mendimin tim. Pse e them këtë lloj gjëje? Sepse ai di shumë mirë që nuk ka mbështetje publikut amerikan për një luftë të re. Po i jep Netanyahut atë që do të dëgjoj bashkë me Izraelin, që Gaza do bëhet kështu se e kemi ne, se do e marrim ne tokën, se do ndërtojmë disa kulla. Në krahun tjetër, me armikun e Izraelit, po bën marrëveshje, sepse do tulet për bën marrëveshje bërthamore. Pra po flasim për një politikan të niveleve të larta në këtë, për Donald Trump, këtu. Pra, ajo që për ta përmbyllur gjithçka, duhet të shohim se çfarë bëhet me Iranin. Nëse në botë shohim çfarë bëhet me Kinën, pra gjithçka. Jo me Sirinë, thua ti. Se kanë folë dhe për Sirinë atje, e kemi tani që flete për Erdoganin, i thotë Netanyahu, po ke problemet me Erdoganin, unë të ndihmoj, thotë se unë e kam mirë me atë, e kam më dëgjon muaj. Dakor, por ajo që unë po them është kjo, sot në tavolinën e Rusisë, në tavolinën e Amerikës, në tavolinën e Kinës, është çështja e Iranit për një marrëveshje të mundshme bërthamore. Dhe Netanyahu çohet nga Tel Avivi, kur është në mes të luftës, shkon në Shtëpinë e Bardhë për të folur për këtë çështje në gjykimin tim. Në gjykimin e Sebit ishte kjo, po në gjykimin tënd? Tematik ishte. Një sekond, para se të flasë dhe ja për gjykimin tënd, le të shohim çik videon që ka. Jepi le të ta shohim pak të sinkron. Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? And I happen to like him, and he likes me, and I know the press will get very angry. He likes Erdogan, but I do, and he likes me, and we've never had a problem, and we've gone through a lot, and we've never had a problem. We've always got... as you remember, we got our minister back from Turkey. You remember that? And this was a big deal at the time. And we got him back. And I told the Prime Minister, I said, just, Bibi, if you have a problem with Turkey, I really think I'm going to be able to work it out. You know, I have a very, very good relationship with Turkey and with their leader. And I think we'll be able to work it out. So I hope that's not going to be a problem. I don't think it will be a problem. Any problem that you have with Turkey, I think I can solve. I mean, as long as you're reasonable. You have to be reasonable. We have to be reasonable. Thank you very much, everybody. Kjo si fëmijë i rritur këtë Trump, ishte si bebe rritur është. Kjo ishte themra e Akilit. Nuk e thot Bibi, sa bukur Bibi. Për sa kohë që ju t'jeni arsyeshëm, do të thonë i tërhoqi veshin Netanyahut. Gjithsesi, unë mendoj, jam dakord me atë pjesë që tha Sebi, që thirrja urgjente e Netanyahut, se zakonisht këto lloj takimesh kanë protokolle që zgjasin do xhan, se tani ishte Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë. Po pra dje për dje, po. Jo, po ishte edhe një vizitë para kësaj, është e dyta kjo, me periudhë kaq shkurtër. Kështu që është e vërtetë ai alarmi për diskutime dhe për marrëveshje direkte. Irani qëndron. Po, patjetër qëndron. Po tjetër kjo Por çështja intereset parsorë, po patjetër. Edhe Turqia, domthonë kanë qenë këto temat. Gaza, tarifat, Irani, Siria. Brenda sepse Turqia përfshihet për shkak të Sirisë. Dhe Bibi, cilën nga ato katërta ka prioritet? Sebi tha ka Iranin. Që të gjitha janë prioritet. Ja, po tani njëra është, prioritet është çdo gjë. Ajo që nxiti, unë po tregoj analizat që bëhen sot në Izrael. Unë kam shumë dëshirë të rikë e Izraelit, domethënë në pjesën më të madhe të analizave
edhe për të arsye që Sebi e ceku pak më herët, që janë mediat demokratike dhe bëjnë, e vërtet është që bëjnë një debat publik që mungon çani edhe në pjesën europiane. Nëse dhe ati e kontrolluar, përparësisht se është demokratik. Ka debat shumë më tepër se sa ç'bëhet këtej për sa i përket Gazës, do të thënë kritika e tjerë. Megjithatë, çfarë tha opinioni publik, sepse dihet që opozita e godet Netanyahu në mënyrë absolute. Opinioni publik ka të qartë tashmë që Netanyahu kërkon arsye për të vazhduar konfliktin me Gazën ose për të hapur konflikte të reja, sepse është vetëm një mundësi për të qëndruar në pushtet. Ditën që madje kanë shkuar deri në atë pikë analistët që thonë ditën që do ikin Netanyahu mbaron luftat me Izraelin, nuk do ketë më. Problemi i parë ishte Gaza, çani. Çfarë përgjigje dha presidenti Trump? Nuk jam i kënaqur me atë që po ndodh në Gaza dhe së shpejti lufta do mbaroj. Domethënë nuk e mori përgjigjen që donte Netanyahu. E dyta, tarifat. Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë madhe tarifash e ka tarifuar Izraeli me 17%, ndërkohë që Izraeli 98% të produkteve amerikane i ka pa tarifa, me tarif zero. Dhe shekeli është i lidhur me dollarin. Po patjetër. Gjithë monedat janë të lidhur me dollarin. Dhe Izraeli importon nga Shtetet Bashkuara të Amerikës 14 miliard dhe eksporton 22 miliard. Edhe këtu ka deficit goxhat, do të thënë. Kështu që edhe ke problemi tarifave nuk arriti asgjë fare, presidenti Trump nuk premtoi. E brava. Një mizë të mërshme, një sekundë të tregojmë gjirisht, kërkojnë ndjes. Patjetër. Ma më ndodh në emision, ka gjithë të vite, 22 vjetë që çdo sezon futet një mizë. Shikoj edhe jo. Ja ku është. Ja. Që nga mizë, çalloj mizë është kjo gjirisht, shive si. Këtë pjesë nuk marr. Është mizë shumë e madhe, me një kuriz, me ngjyrë pak si. Me këto tarifa të tërbuara dhe mizat nuk përdorim ChatGPT-n live. Janë keq, populesi që më erdhi, nuk e vrava, apo kjo do e vrarë. Përdorim një ChatGPT-n live, gjen dot çfarë mizesh apo jo? Po si ta tregoj ChatGPT-s? Me foto. Bëhet? E ke chat, po sigurisht. Mund ta bësh ti se s'di unë. Po. Na. Shikoj, bëj një. Ktheja një tizin. Ky është moment, zoja zotëri, moment shumë i rrallë në emision, një sekondë, do të them unë kur ta kapësh, të kapi Ledja, sa të them diçka. Moment që nuk para ndodh, jemi live, ora në këtë moment është 23-20 minuta. Unë nuk dija ta bëja, sepse jam brezi vjetër, po Sebastiani që është djalë më i ri se unë, është duke punuar tani me inteligjencën artificiale, me ChatGPT-n, dhe po i kërkon të kuptoj çfarë race është kjo mizë që unë sapo ekzekutova tani, me që lufta është luftë dhe nuk e shmangin dot kur. Është e madhe fare. Prit tani. Teksa flasim. Duhet t'i themi që është e vdekur ChatGPT-s. Nëse Sebastian, çfarë do i thuash tani, me z apo me shkrim? Me shkrim. Me shkrim, nuk e thua dot me z. Sa ti përgjigja Netanyahu, Sebastian. Jo, mire. Apo ta pyesim me z. Me z, e pyet dot? Po fleto shqip ajo, flet. E ke atë versionin shqip? Se dia ta pyesim Pyet e njëherë. Çfarë lloj mize është kjo? Convert into text, thot. Ta këtho me tekstin, nuk e pas këti. Bëje tekstin. Okej, dhe po thoshje, ja, ndërkohë që po... Pra po thoja, çështjen e Gazës nuk mori asgjë, për çështjen e tarifave nuk mori asgjë, 17% do të qëndrojnë tarifat doganore që ka vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit, çështja mbeti Irani. A pra Irani tha sebi pra. Dhe ky ka qenë problemi, ka qenë një nga problemet e mëdha, sepse presidenti Trump e ka bërë tashmë publike që do përfshihet në diskutime dhe bisedime direkte. Dhe tani u bënin bisedime. Dhe normal që Izraelit kjo dhe Izraelit kjo nuk i pëlqen, me pak fjalë. Se Izraeli ka qytetën që kërkon të tërheqë Amerikën me vete për t'i lënë Iranit. Sakt. Me pak fjalë. Dhe fajtë shkretët më dhe ata nuk kanë fajtë. Je korrekt. Me pak fjalë, Trumpi po i thot stop. Nuk ke për të provokuar gjatë kësaj kohe që unë jam me bisedime. Janë duke bërë un deal me ata. Kaq është historia. Fyta. Ndërsa çështja e Turqisë pasaj përfshihet tek Siria. Edhe për ta mbyllur nuk e di jeti përgjigja nga ChatGPT-ja, thuaje Sebastianit apo jo për mizën. Erdhi, ja para sa thotë gjirisht më thuaj edhe vetëm një fjali lutem. Kjo historia me këtë Erdoganin. Që thot Trumpi e kam pamerak se unë e kam mikat, tani është ai është njeri i mirë kështu. I bën like ai Erdoganit, që i thot dhe Bibit i thot jeni të arsyeshëm, po të keni një gjë, ju mund ta zgjidhni vetë, po mund ndryj dhe unë. Afërsia e tij me Erdoganin valla. Trump. Për një sekundë. Është favor të Ramsit, apo le ta themi. Atë fare. Fare sekondë. Javën tjetër do t'japu një lajm, sepse është akoma herët, se si Mos e thuaj sot atëherë. Trumpi do t'i fusi një shuplak Ramës. Javën tjetër e lejmë për surprizë. Mos thuaj nga këto gjëra se dëgjoj janë. Njerë dhe një lajm këtu që
ti kishe burimet sakta, por ai nuk po konfirmoi punën e palestinezëve. Puna e palestinezëve u konfirmua nga Shtëpia e Bardhë, më burr ta tha presidenti Trump. Dhe ajo që ka bllokuar ajo që ka bllokuar se na iku kjo ke pjesa e parë. Ajo që ka bllokuar çështjet e palestinezëve është faktori ndërkombëtar, se sot e kësaj dite janë ngritur organizma në Izrael, janë regjistruar njerëz dhe duan të bëjnë dërgimin ose shpopullimin e Palestinës, ndoshta jo 100%, por një pjesë shumë të madhe me idenë e palestinezëve të cilët duhen të largohen vullnetarisht nga Palestina dhe Shqipëria vazhdon të jetë në listë, dashur. Tani, në të tilla raste, kur ne e tham para të gjithëve atë pjesë, t'jeti mirë të paktën, sepse kemi diskutuar, kemi debatuar, goxha ta themi, mos e themi, deri kur u binde që burimet ishin Janë të sakta. jashtëzakonisht sakta, por megjithatë, kjo bisedë duhet anashkaluar me një fjali të vetme, çani. Pas 3 javës doli Trumpi dhe e pohoi. E pohoi që Shqipëria është një nga vendet për cilët po negociohet. Dhe nuk është, dhe ndoshta na iku, nuk është larg mendjes që një nga arsyet, sepse do japësh diçka ti për të bërë lobim në Izrael apo. Ndoshta një nga gjërat që ka ofruar zoti Rama dhe këtu është hamendësimi, është pikërisht kjo pjesë. Jam gati ti marr ato palestinez, po mbzidhin ca gjëra të tjera, tema ta. Pikërisht, është duke bërë pazar deal dhe Rama. Është koha e dealit. Le temps du deal. Thon francezët. Por ta mbyll Sebastian çfarë do thoshë me një fjali? Ajo, unë dua të thua shumicën. Okej. S'ka kuptim më i tham gjërat. Pra, ChatGPT-ja sot që flasim, Një sekondë ja kujtoj njerëzve se ka që vinë tani, sapo vrava një mizë para 5 minutash, dhe Sebastiani propozoi të pyesim ChatGPT-n çfarë lloje mize është, një mizë shumë e madhe. I bëm një foto. Ja, mund ta kapi Ledi tani. Ledi e kap dot? Përballë Sebastianit? Apo këtë vështirë? I bëm një foto dhe ja dërguam ChatGPT-s. Po, dhe çfarë thot ChatGPT-ja? ChatGPT-ja thot, insekti në imazh duket se është një mizë blu. Ja një sekondë të kapi Ledi në fytyrë ndërkohë që ti flet, se njerëzit nuk rrinë mizë dhe nuk do dëgjojnë. Ledi kapçi Sebastianin mizën e pam? Po, çfarë thot Sebastian? Insekti në imazh duket një mizë blu. Në familjen Califoridae. Califoridae? Po, në gjinin Califora ose Lucilla. Miza njihet lehtësisht nga ngjyra metalike blu ose jeshile që ka në bark. Bravo. Trupi i fortë dhe me qime, krahat e të dukshëm dhe madhësia relativisht e madhe. Ka dhe dhëna të tjera. Për çfarë po flasim? Aktualisht, ChatGPT-ja po na fut në një epokë tjetër të teknologjisë digjitale. Kjo dihet. Por nuk kuptova mirë se ChatGPT-ja do na thoshte si e ka emrin kjo miza. Po pra, është e kësaj i këtij lloji. Familjen. Gjinia, Califora ose Lucia, këtë tjetër. Nuk thotë është mashkull apo femër. Është lloj. Ora 23:06 minuta. Mos harroni të gjithë ju që jeni të gëzuar dhe mezi prisi 11 maj që të konfirmoni regjimin. Bravo ju qoftë, vazhdoni deri në fund. Ju të tjerët që nuk keni besim dhe thoni kot se nuk ja vlen vëlla. Ky do jetë këtu deri në 2029, pastaj do vazhdoj prap, etj, dhe i thoni mjaft më se nuk rrihet më. Mos keni asnjë hezitim. As Itali. Okej, në Greqi s'po them mos ikni sepse Greqia është vendi i perëndive dhe në fakt aty ja vlen të të vdesësh, në fakt, jo vetëm të jetosh. Nuk po e fut Greqin fare. Leni Greqi me njerëz do thonë janë prapti me Greqin. Shënsi ka. As në Francë, as në Itali, as në Gjermani, as në Angli, as fare, në Amerikë, jo. Në Kosovë do bini në qetësi dhe në ekuilibër derisa të keni jetë. Në Kosovë është një vend normal. I them gjithmonë Ledis, Ledi, mbaj gati, bëj stand-by atë videon ku ai qeni pret. Ajo është një simbolikë, është një se aty ka shumë gjëra që shkojnë. Kjo është një nga ato. Dhe Ledi gjithmonë harroni shkëti, se s'kafe ka 100 gjëra për të është. Do të mbajmë stand-by atë Ledi, sa herë të themu për këtë, do të reguar ai momenti kur qeni në Kosovë në Prishtinë, pret semaforin dhe beti jeshil, që të kaloj bashkë me humanët dhijat e bardha. Pra, ja dhe Ledi është i madh, ka foton, por nuk ka videon. Çfarë perle? Është e vërtetë. Kosovë. Dhe para sa mbyllim, se merri tani mesazhi,
nga miku jonë Endri Meksi, për mizën reagoj, më tha Çan, kjo mund të jetë një mizë dron në miniatur, mund të ketë vënë Ramsi që t'ju përgjoj. Të premten kemi sondazhin e parë, të premte. Sonketa në bashkëpunim me Zonë e Lirë, plas të dhënat e para. Kush do jetë kryeministri i ardhshëm në Shqipëri pas 11 majit? Takojmë të premten.